nëse mund ta bëj një koment, meqense unë s'munda do që për 4 orë sa më lanë në dispozicion të lexoja të gjithë programin, por pata mundësinë që të shoh pikat kryesore. Dhe aty është bërë një skanim shumë i mirë i situatës që gjendet ekonomia shqiptare, duke nisur nga bujqësia, industria, turizmi, ndërtimi, dhe më pëlqeu te pjesa se si programi jep të ide të cilat zgjidhen përmes standardeve të mirëqeverisjes, eliminimit të korrupsionit dhe të klientelizmit dhe zhdukjes së monopoleve dhe kompanive të cilat dominojnë tregun shqiptar. Megjithatë, sa i takon pjesës të zgjidhjeve që jep në fushën e shpenzimeve publike, siç ishte një faturë shumë e shtrenjtë për rritjen e pensioneve, 1 miliard euro, e cila është e papërballueshme nga buxheti i shtetit dhe pse është shumë mirë. Reforma e pensioneve dhe rritja e pensioneve bëhet me shkallë graduale në përputhje graduale me rritjen e konsoliduar ekonomike. Nuk mund të bëhet me njëherë se më pas ose do të rritet borxhi publik ose do shkurtosh gjysmën e administratës, pra janë disa shpenzime të cilat do me thonë, ishin më shumë utopike. Ajo që më bëri përshtypje ishte në fakt e niveli taksimit që këtej propozoi shtrirja e progresivitetit më thellë se sa është sot, edhe sa i takon tatimit të biznesit, edhe tatimit të pagave, nga ana tjetër premtoi ulja e informalitetit dhe përmes faturës do fitonte përmes uljes së informalitetit do financojë rritja e pensioneve. Këto dyja në një sistem tatimor, siç e ka Shqipëria, nuk vlen dhe nuk shkojnë. Sepse në momentin që ti vendos taksën progresive, informaliteti të rritet. Tani, të bëj një llogari të thjeshtë lidhur me normën e taksimit që është propozuar te taksimi i pagave, meqense është më i kuptueshëm. Për pagat e larta, nëse e ke pagën 4.000 euro, tatohesh 25%, apo e kam gabim, dhe merr një pagë neto në vlerën 3.000 euro. Nëse e ke 4.001 euro, taksohesh 35% dhe merr një pagë neto 2.600 euro. Pra, dikush që e ka pagën më të lartë, do t'i thotë tjetrit, ma nën deklaro. Kështu që ti nuk ke se si të arrish të fitosh nga aksioni i informalitetit që tjetri të rrisë deklarimin duke bërë taksën progresive. Taksa progresive bëhet tek ekonomi të cilat kanë shumë favorizime, por që nuk është modeli i ekonomisë shqiptare. Sepse për mua, për shembull, këtu tatohen pagat, janë dhe sigurimet shoqërore, pra nëse ti e bën për pagat e larta, për pagat mbi 4.000 euro, ose për pagat mbi 2.000 euro, taksën 25%, nëse e llogaritim edhe nivelin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, të bie praktikisht 45%. Ky nivel taksimi është vetëm në vende si Franca, si Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fakt ato nuk e kanë 45%, e kanë te 37-40% taksimin e pagave, që i bie që të punosh dhe gjysmën t'ja lësh shtetit. Tere, ku është pyetja? Kjo më duket pak utopike. Pra, me progresivitet do luftosh informalitetin. Si mund të zgjidhet kjo? Pra, që edhe unë, do me thënë se duke qenë eksperte Ola, e shpjegon, do me thënë, në gjuhën e ekspertizës. Edhe unë tani kam këtë paqartësi. Duke mos qenë eksperti kësaj fushë zotëri, ti i merr tani këto dhe e bën si në vendet nordike taksat. Në një vend ku është bën taksat, këto taksa i marrin në u thanë këto dëgjojnë përgjigje. Norvegji Ja, ato e marrin më shumë. E ka mundin dhe ajo taksa. Ja marrin edhe 20% më shumë se... Por e ti ke vënd të dyerë më shumë se e drama tani. Për një minutë. Edi Rama ka 23%. Ti e ke për 35%. 35, por për ata që janë mbi 4.000. Jo, e ka 23% mbi 2 milion lekë të vjetra ose 2.000 euro. Me fasha marginale, do me thënë, Te tabela që kishit kështu. Për margjin, le të themi, 400.000 të reja e sipër. Pra është model marginal, nuk është si thua shtatohet e gjithë paga. Po, do ta nis me pensionet me që e njoh më mirë atë gjë. Unë kam bërë shumë llogari se sa është informalitetin punë në Shqipëri dhe duke kryqëzuar shumë të dhëna nga Instadi, nga Instituti Sigurimeve Shoqërore, kam arritur që llogaria më modeste, do të thonë niveli më i ulët i mundshëm sot i informalitetit mua më del 44%. Dhe kam menduar diçka thjesht, sigurisht për gjysmonin informalitetit. Në tregun e punës.
Qofse ne përgjysmojmë informalitetin, pra na shkon informalitetin punë sa vende si Maqedonia apo Serbia. S'po them ta bëjmë zero. Aspirata është ta bësh zero në vitet e ardhshme, por ta përgjysmosh. Mua më rezulton që për Institutin e Sigurimeve Shoqërore, qofse përgjysmohet informaliteti dhe gjithë ata që formalizohen janë vetëm me pagë minimale, mund të jenë me pagë edhe më të lartë, do të merrte buxheti i sigurimeve shoqërore 530 milion euro. Shumë do t'i shtoheshin, më kupton? Mund të bëj ndërkohë një pyetje? Ta mbaroj. Pra, vetëm duke përgjysmuar informalitetin, do të rekuperonin 530 milion euro. Tani, po të futësh këtu, rritjen e ekonomisë, rritjen e produktivitetit punës, rritjen e pagave që shoqërohet me këtë gjë, sigurisht që fitim ose të ardhurat që mbledh Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të ishin më të larta. Nga ana tjetër, ne kemi një kosto shumë të lartë të korrupsionit dhe të abuzimeve. Raporti para Pakovi si e ka ky institucionin, kontrolli i lartë shtetit, nxirrte mbi 1 miliard euro mos realizime në dogana, tatime, korrupsion e kështu me radhë. Pra, vend për politika sociale ka plot. Nga ana tjetër, ne duam të më këmbim bujqësim, duam të më këmbim industrinë përpunuese, çka do thotë duam të shtojmë vlerën e shtuar në ekonominë shqiptare. Jo ta mbajmë te informaliteti dhe rritja e pensioneve, e them se i gjeni 530 milionë euro. Ta mbaroj. Nëse ne marrim si të pandryshueshëm modelin ekonomik, ju keni drejt që po vazhduam ne të shesim gjëra të vogla te tregu i lagjes, ne s'do rritemi kurrë, por ne duam të zhvillojmë ekonominë dhe njëkohësisht kam një pyetje, fatura 530 milionë euro, si do shoqërohet edhe me rritje të taksave të biznesit, edhe të tatimit mbi dividendin, ndërkohë që aty do t'i shtosh edhe deklarimin e punonjësve. Tani kemi shumë të tjerë që janë informal, që janë të tregu i vetë punësuar, sipas të dhënave që publikon Banka Botërore, ku i ke marrë dhe ti dhënat ku i shoh dhe unë. Po, edhe një herë, ne duam ta nxisim ekonominë. Nëse ti i thua me detyrim që hajde formalizohu, ai do shkojë në shtëpi dhe do kërkojë asistencë ose ndihmë ekonomike që ta mbash me para nga buxheti. Dhe ty jo vetëm që nuk ja merr ato lekët që pretendon nga sigurimet shoqërore, por në fakt do t'i japësh. Nuk është kaq teorike. Ju e dini shumë mirë që nuk janë vetëm të vetë punëtuarit. Kurse sa i takon taksës së korrupsionit apo peshës së korrupsionit, aty të jap të drejtë. Prandaj thash, sa i takon parimeve të mirëqeverisjes, ishte shumë mirë. Vetëm me këtë mund të bëhet. Parimet e mirëqeverisjes janë universale. Procurimet publike. Por duat t'ju them diçka. Informaliteti nuk përcaktohet vetëm nga të vetë punësuarit qyqarë që kanë hapur një frëngjit vogël dhe shesin sa gjëra dhe nuk formalizohen. Në fakt, modelin e ekonomisë shqiptare 95% janë bizneset vogla me 1 deri në 4 punësuar. Ka edhe 9 deklarim të pagave, ju e dini shumë mirë, në të gjithë sektorët, nga ndërtimi, tek media, gjithandej. Për shkak të taksës progresive. Ka shumë gjëra tjera, por nga ana tjetër, mos harroni diçka. Ne nuk mund të marrim për të mirëqyrë një administratë tatimore për plot me patronazhist, edhe një inspektorat pune për plot me patronazhist që nuk bëjmë punën dhe sigurisht ka evazion fiskal, ka informalitet dhe ka shumë çka tjetër. Ne duam të mirëqeverisim, duam të krijojmë një administratë eficiente, të ndershme me njerëz të përgatitur që do e bëjnë punën e tyre. Më kupton, pra nuk mund të marrim të mirëqen që gjithçka tjetër do mbetet kështu siç është, por do ndryshoj vetëm modeli taksimit apo vetëm do të rriten pensionet. Prandaj programi është kompleks dhe ne kemi ndarë në 4 shtylla, edhe shtet zhvillimor, edhe shtet social, edhe shteti së drejtës, madje edhe demokraci pjesëmarrëse, pra një qytetari të angazhuar e cila kërkon llogari dhe e cila nuk të lë të abuzosh me paran publike. Pra, duhet ta shohim në tërësinë e vet në këmbjen e ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare. Unë kam parë disa aksione anti-informalitet, madje ai më i ashpër dhe më i egri ka qenë në vitin 2015, ku ishte një administratë doganore, tatimore me shpatë të madhe dhe u bën disa ligje të frikshme, ku futej berberi në burg se nuk ishte prerë kuponin tatimor, apo gjoba shumë të larta, të cilat i shpalli dhe antikushtetuese, gjykata kushtetuese, dhe prap nuk u formalizua Shqipëria. Se nuk mjafton vetëm formalizimi pa nxitjen e zhvillimit ekonomik, pa i futur njerëzit në tregun e madh të punës, pa nxitur krijimin e ndërtimin e fabrikave të reja dhe shumë të tjera. Gjitha këto duhen bërë paralelisht. Çështja është që ti duhet të jesh në ecurinë e zhvillimit të industrisë, të përdorimit të burimeve natyrore të Shqipërisë, të zhdukjes së monopoleve, rritjes së konkurrencës, zhvillimit të ideve të reja, të të rinjve, dhe pasi ti arrish këto, atëherë do bësh. Bashkë me arritjen e këtyre. Bashkë se nuk mund t'i thuash popullit prit 20 vjet, sa të vëmë dhjam, dhe pastaj. Nuk bëhen do të dyja. Ne jemi mësuar. Do të rritet papunësia pastaj dhe do të rriten shpenzimet buxhetore për asistencë sociale. Ju e dini shumë mirë që diskutimi mbi teoritë ekonomike është i pafundëm. Ka teori që
Shojnë për para ide tuaj, Jo, ka po teori flasë për modelin e Shqipërisë, bazuar në çfarë përvojë ka kaluar Shqipëria. Versioni që do vëm mish një herë, një 20-30 vjet, dhe pastaj do ndërtojmë shoqërinë e drejtë, ne kemi provuar një herë. E tentoi Enver Hoxha, tha, do sakrifikoni vëllezër e motra, hani edhe, ku diun, buk misri, se na pret socializmi. Ne duam t'i bëjmë gjërat bashkë. Pra duam që qytetarët të ndjejnë efektet e rritjes ekonomike. Po ju marr një rast. Për pensionet ne kemi një model. Arlind, nëse një qytetari ndjen efektet e rritjes ekonomike, ai shkon dhe paguan taksën. Nuk ka nevojë për aksione anti-informalitetit dhe për fushata të tilla. Edhe një herë, aksionet kundër informalitetit duhet të jenë shkallëzuar dhe duhet kenë për objekt në radh parë bizneset e mëdha, ato që kanë kapacitete për të paguar dhe nuk paguajnë. Madje në programin tonë e sjellim një shembull nga Turqia para 15-20 viteve, ku qeveria subvenciononte bizneset e vogla që të më këmbeshin dhe pastaj kërkonte në këmbim formalizimin. Pra, të vjen shteti dhe thotë gjysmën e sigurimeve shoqërore do ta paguaj unë. Për ju që jeni bizneset vogla, ju do paguani gjysmën tjetër. Por ama me shpresë që këto biznese fuqizohen. Nga ana tjetër, po e them edhe një herë, ne kemi nevojë për jo vetëm rritje ekonomike dhe politika drejta sociale. Do të marr shembullin e pensioneve. Deri më sot modeli rritjes pensioneve është indeksimi. Pra, marrim indeksin e çmimeve, sa është rritur? 3% inflacioni, 3% rritet pensioni. Vendet e tjera, çfarë bëjnë? Se unë kam studiuar shumë mirë këtë gjë. Qeveritë thonë, do marrim për bazë të rritjes vjetore të pensioneve më të madhen prej rritjes së çmimeve ose rritjes pagës mesatare. Më kupton? Ne kemi hequr lidhjen midis rritjes ekonomike, rritjes së pagave dhe pensioneve. Dhe ju dini më mirë se unë që hendeku midis pagave dhe pensioneve sa vjen e rritet. Është 3 herë, 3 fish, paga mesatare me pensionin mesatare. Pensionistët që dalin sot në pension, marr një pension gati 3.000 lekë të reja më të ulët se pensioni mesatar. Që do thotë çdo vit që kalon pensionistët marrin më pak pension. Ne kemi një skandal tjetër të rasti pensioneve. Për të marrë pension minimal në Shqipëri duhen 15 vite pune. Mesatare e vendeve të OECD-s është 13 vite pune. Merret sociale. 70 vjeç. Kur je në buzë varrit, më kupton? Pra, vendet e tjera ku nuk kanë këto probleme të informalitetit, si ne, e kanë mesataren, vendet e OECD-s e kanë 13 vite. Ne me këtë lemeri që kemi pas me informalitetin punë për 30 ca vjet, kemi nevojë që të paktën ai kufiri të jetë 10 vjet për të përfituar pension. Përndryshe do kemi ushtri të tëra pensionistë që do i rrinë me syt nga deti tek fëmijët e tyre që ju thash, i kishit bërë një skanim shumë të mirë, pash çështjen e kontratave hidrokarbure, menaxhimit të burimeve natyrore, çështjes së tregut monopol që ka nafta apo tregjeve të tjera. Ti them dhe një konstatim të fundit. Vetëm kjo taksa të larta më duk më shumë si një ideologji e tepruar që kishit shënuar, se thonin që ne kontratën me Bankers Petroleum do ta bëjmë nga 50% që është aty fitimi, ta bëjmë 60%. Tani, ku do ta çosh më shumë se 50%? Sot, shiko, Arlind, sot paguhet 0 tatim fitim, sepse frysh penzimet, ti mjafton ti funksionoj shteti, AKBN-ja, Agjencia e Burimeve Natyrore, të shkoj dhe të bëj auditin e shpenzimeve që deklarohen të fryra dhe ka patur disa raporte të tilla dhe t'ja merr taksën. S'ke nevojë ta çosh 60 apo 50, jo kaq kisha edhe mbarova. Tani të lutem. Po. Ju konsideroni ju njeri të pasur në Shqipëri. Sa të ardhur duhet ketë njeri në muaj që ta quani të pasur? Sepse ka një ide që Arlind Qoriton është i frikshëm. Ky është si komunist dhe ky të copton. Dhe të bën cop, nuk e do pasurinë, nuk do këtë, nuk do këtë. Dhe kë quani ju njeri të pasur këtu? Tani, njeri unë e pasur kë quani. Pasuria është relative, varet me kë e krahason tani. Po more 1% e shoqërisë, quhet i pasur, njëri që është shumë i pasur. Po more 5% e shoqërisë, pra varet nga përkufizimi. Por ama duhet të them diçka. Cila është ideja jonë për tatimin e kompanive? Kupton? Sot kemi një tatim 15% për kompanitë, për çdo lloj kompanie dhe 8% dividendin. Dakor? Ne duam bëjmë diferencim mes kompanive dhe mes kompanive të mëdha. Ju themi, qoftë ju investoni në teknologjinë e informacionit, qoftë ju investoni në industrinë automotive, ju nuk do paguani 15%, do paguani 3%. 5% kanë qenë këto të teknologjisë informacionit edhe nuk u zhvillua asnjë gjë këta që marrin tendera të aksit, ata paguani 5%. Edhe një bankë zhvillimore që jep kredit buta ose subvencione për këta sektor. Sepse ne e shohim, pa e kanë bërë vendet tjera, kur funksionon vendet tjera s'ka pse funksionojë. Nuk stimuloj me këtë. Ne japim para për të ngritur hotele me 4-5 yje. Ke deklaruar votën mos e mbroko. Edhe një herë, qeveria jonë jep favore fiskale për
oligarkë që ndërtojnë hotele me 4-5 yje në Bregdet. Në Bregdet fitimi është i sigurt. Sot në Shqipëri, kush investon në Bregdet, edhe sikur ta kishte taksën 30%, pra do fitonte shumë. Qeveria jo vetëm që s'takson, por t'jep edhe financime. Ne duhet të rimendojmë se cilët janë sektorët strategjik. Për qeverinë tonë, sektor strategjik është pastrimi i parave, ndërtimi, edhe ndërtimet e mëdha në turizëm. Jo, na duhet bujqësia, industria përpunuese, industria automotive, teknologjia e informacionit dhe kështu me radhë.